një pyetje këtu se më bëri përshtypje dhe mua. Pse shkua tek varrezat? Se arsye apo e kërkuan vetë ata? Ato na çuan. Domethënë deri në këtë moment pra kaq i madh ishte paragjykimi sa do rënonin, do shikonin çdo, gërmonin çdo. Deri në këtë moment un kisha informacion se kërkohesh një shtëpi që kishte shërbyer si bruk. Do të bësh ky verifikim. Po. Kur shkojmë këtu dhe na thotë ky zotëria që analiza më e saktë se kush është në to varr është analiza ADN-s. Po. Bësh zhvarrimi? Keni bërë dhe zhvarrime? I thash, zotëri thash, ne jemi në një proces verifikimi. Zhvarrimi është veprim procedural hetimor dhe kryhet vetëm kuadrat një hetimi penal. Dhe rregullat procedurale janë shumë strikte pra në procedurën e zhvarrimit. Thash, nëse do të jemi në të ardhmen në një proces hetimor, patjetër që pastaj do marrim masat. Okej, edhe banorët e zonës e ngritën pak zërin. Po. Thash, biseda e ime me to bëhet në gjuhën shqipe, për këtyres ishte një shqiptar, ishte zoti Grubish, zëvendës kryeministri Majtënisë Veriut, pra bisedë që të ruajë vëmendjen. Po. Nga aty jemi kthyer përsëri në banesë, kemi kontrolluar gjithë dhomat e banesës, i bëri përshtypje njëra nga dhomat që ishte shtruar me derras. Pse kjo dhomë është shtruar me derras? Thanë ato, është ftohtë, do të heqim derrasat. Thot i zoti shtëpisë, po thot mund të hiqni, thot po kush do t'i paguaj? Mi them, zoti shtëpisë thot, ju mund të hiqni, pra deri ku arrin bashkëveprimi i zotit shtëpisë.